Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Përshëndetje të nderuar kudo që na shikoni. Kriza aktuale politike, orvatjet ndoshta që nuk kanë në sfond shumë vullnet të qartë politik që të mos e çojnë vendin në zgjedhje të reja të jashtëzakonshme zgjedhore, duket se përbëjnë interesin e madh kolektiv të kosovarëve që jetojnë brenda në Kosovë e sidomos kjo shihet me një vëmendje dukshëm mbase edhe me të shtuar nga mërgata jonë që jeton gjithandej botës. Kam ftuar sonte njërin prej aktivistëve aktiv në rrjetet sociale, njërin prej kontributorëve sistematik të secilit zhvillim të brendshëm e të jashtëm që lidhet me Kosovën, veteranin e luftës së OÇK-s, edhe pse rrallëherë dhe hiç thuaj se fare nuk flet për luftën e tij që bëri me bashkëluftar në betejën e Kosharës, Gjakovarin, nëse mund t'i them ashtu, Frashër Oseku. Përshëndetje Oseku. Mas parë përshëndetje nga Saudia këto. Nëse duket me dia koha mirë, po të rren moti. Unë mendoj që shpresoj që të mos kemi zgjedhje të reja. Tash shumë e thoi, po jeni sigurt që fitoni po e fitojnë. Në lëvizje vendosi fitojnë zgjedhje. Po mendoj që kosta është e madhe në mënyrë. 3 herë zgjedhje, edhe po t'i bëm zgjedhje të reja. Mendimi im është nuk kam pas lëvizje të mëdha drastike, për shembull ramje deri 30%, nuk kam pas ramje drastike. Pra mund më shku konstant çdo 3 muaj të zgjedhje. Duhet më ullë kjo kapitët personale i natë, duhet më ullë. I që më lakë si tash lexova, kishin bojkotuar dhe herë këto zgjedhjet e luajtjes mesatare prapë opozita. Që kjo është kosta Kosovës, reklamat një Kosovës kish se lexova lajmet. Kosovës ka reklam PR kampanje më të mirë se zgjedhjet, këto si thotë lojrat mesatare, sepse vijnë njerëz të na e shohin Kosovën. Ka televizione që kanë një lojë mesatare. Me bojkotu kjo është vetëm për kapitse inatçore partijake. Duhet me ullë këto shpata, sopata që ta kule ullë poshtë, edhe realisht me bisedu në mëzveti. Po në moral, po në maj drejt, me di çfarë verdikti ka marrë këtë qytetarët. Ore, ti ki marrë verdikt 12%, arre aty ku je. Nuk mundesh 12% me vendos, ose tjetër ka marrë 6%, ose 5%, me nëse që ka kalu pragun. Aty është verdikti nga qytetarët. Çka pret ashti? Që më mendoj që ka ardhur koha që na, partitë politike, ata që i kanë marrë votat qytetarëve, ta di ku kanë vendin. Sa përqind, kemi ide konstruktive, ulemi të bisedojmë me ata që kanë marrur në votat. Edhe kemi real me vetvete. Edhe bëjmë propozime reale. Jo për shembull si pak për të kërë më s'kofsha gabim, por thatë, unë pa të jap idenë që mu më s'ki qa pa votu, idenë time, si quhet 2 vetë që i propozoj, e ti për votu. Po s'po ta kallzoj emrin, shko blanko. Unë jetoj në Evropë. Unë jetu për vitit 89. Sëri. Unë s'kom pa dika në Evropë që një opozit vjen me një ide, s'po ta tregoj emrin, po ti s'ki qarë pa votu mu, edhe kjo quhet marrëveshje politike. Sepse po të më jep një emër, unë do të më ullë në partinë time, më shumë thonë, çka po thoni për këtë propozim, pastaj votues e partisë, ose udhëheqës e partisë, apo se më thonë, këshilli drejtues e partisë politike, pa marrë parasysh cila është, ta këshillin ata që mendojnë. Po kjo është më reale. Pra me jap një blanko ide këta një Kosovë. Edhe thotë, unë e kom jap ide të mija. Kjo nuk është ide, bra. Kjo është me shku për i natë. Ose mu ose heq. Shpresoj me të vërtet që i kënë zgjedhjeve. Sepse s'ka problem me këmëtar marrë dhe me votu. Absolutisht, nuk kemi problem. Edhe të shkosh po haverës.
por nuk kam qenë, aty mu më duket, nashta kam gabim, mu më duket si lloj opozita handikape për thotë diçka, na s'pedim kush më po, hajde jepja 80% për shtetin qeverisë Kurtit, jepja 80% se kështu më mirë për bojmë, se në atë s'kemi drejt të folë edhe më mirë në botë këtë mënyrë. Për bojmë vetën handikap. Si e shpjegoni prishjen politike, konfliktin politik tashmë të rikonfirmuar midis zonjës Vjosa Osmani dhe zotit Kurti? Ka qenë për ju e habitshme që të mos mbështetet zonja Vjosa Osmani dhe për një mandat të dytë? Për mu nuk ka qenë befasi, sepse duk më qartë më herët. Kjo krisma, apo se të mirë krisma, po mos pajtimet. Ma të për më mërmenje që ka pas mos pajtim mes vetë listës Guxha, në mes vetë se ka pas me Kurtit. Qëfse më diskutimi po ishte kur duke Klauku foli, si ku përse gjitha intervjistët me vëmendje. Lëvizjeve vendose, me sa kom kuptuar, nashta kam edhe gabim, ka qenë pro me vendu vjonë. Por në atë kohë opozita ka qenë konstant, duke votojë. Pra, LDK jo, LDK jo, atë është edhe rëmushi jo. Ka qenë edhe kë Arsim Bajrami, mos kom gabim se lloj kandidati, kanë pas më thashë thebe që dhe ai ka thonë du më kyqja. Që përmëndaj që ka qenë një i mirë, rajka ka qenë, si propozim i mirë, nuk ka qenë propozim i keq. Po ai të hekur mua që është Glauku, sepse ai mendon që Glauku është një lloj fytyrë goxha pozitive, ose figurë pozitive që edhe pozitisht do ishin të pajtuar. Edhe ai të heq, mos kofsha gabim, në qëfë nuk kam gabim. Në këtë mënyrë, kanë qenë një lloj quar, ka mënu që këtë quar e gjithë përbashkë, sepse s'ka pas një figurë jashtë partisë politike të cilat kanë tash me marrë postin. Familja Shorë nuk ka mura, ata kuptoj. Dhe unë i me respekt. E kuptoj. Kështu që Vjosa duhet më mërmenje, se njëtën pas ka mund me marrë. Për shembull nisë punës qashme, me marrë njëtën pas, ama asë njëtën punë. Kemi pas edhe Albin Kurti në formë më ku ishte atëherë që u propozoi komunistë të hekën komuniste që të ikë Glaukun. Pra ideja që për me ikë zgjedhje dhe herë, s'ka problem, step down për në ingles. Të hekën një hap mrapa, që shë pa të bo edhe Biden, ku të hekën la kamerës. Pra të hiqja nuk është diçka që si humbje, si diçka keqe. Të hiqja është për shkak që mos me qenë vendin e zgjedhje. Sepse opozita në fillim qartë ka thonë, nuk e votoj, pik. Unë si di ka më tepër, çka më ka pas me bo më tepër Albini. Kështu që nuk është që unë si frashë, nashta nga jashtë, e shoh këtë ndryshe. Është që kjo më tepër Vjosa ka qenë më egoiste, edhe kjo smuja shikon që unë. Edhe kriza që tash edhe kriza ka ndodhur më herët, ku jemi pas më në shku që se më media që shkushin, si ndodhë që edhe presidentja, edhe ministra e jashtme shkon me një takim dyja për një vend. Kjo ka qenë që ka tash me marrë një lloj puçi, se unë e qyt puç, e di tjetër nuk e qyt, unë e qyt puç. Për shembull, kur ta rrëmben faqen e mediave, gjëra të tjera, unë kum krijuar tash më marr. Po ti ke kryer në emër të shtetit, e ke kryer si presidente. Nuk e ka qenë faqe zyrtare e Vjosës, edhe më ato me prezentu. Si president, nuk o të me marë. Nuk ka të drejt, as logjike, as morale, as etike me bu këtë punë. Edhe kjo të rëkon haptës që ka qenë, ka pas pak unë ku bojë gjithë shka, pa mu si shbo kur gjo, pa mu unë kështu bojë gjithë shka dhe kam një lloj frike që Vjosa, nuk po them që nuk është zgjuar, nuk them që nuk është duhet keqe, në ta kemi parasysh. Vetë isha pro propozimin e Vjosës, se ka qenë kandidati më i mirë. Po duke pas parasysh që kemi një pozitë se i kemi, që çka propozon atë jo, vetëm që është nga ana e lëvizjes vendosjes, po duhet të bëhet diçka për me i zgjedhjeve.
ikit rritë zgjedhjeve të reja. Se në këtë mënyrë do shkojnë çdo 3 muaj zgjedhje. Çdo 3 muaj. Dhe është tmerr që mujtë më diskutu. Ose me pas atë egoizmin, se më bane më du vetëm presidencë, për ndryshe s'du kur që tjetër. Edhe kjo është, për mendimin tim është kapriç personale egoiste, egocentrik. Gjeni aktivist gjatë dhe tash sa po flasim, jetoni fizikisht në Suedi, por duket që mendjen e keni tërë kohën në Kosovë, se që ndodh me Kosovën e sot me politike, e të nesërmen se çfarë pret. Për ju, Frashër, kush ishte shkaktar i kësaj situate që përdhoi ndarje rrugësh politike midis Vjosa Osmanit dhe Albin Kurtit? Po e shtroj këtë sepse gati kolektivisht votuesit e Zotit Kurtit dhe Zonis Osmanit të zgjedhjeve të 14 shkurtit 2021, që i dhanë po atë mbështetje të madhe, gati e përjetuan si shok të ndarje midis tyre, ende nuk po arrin të besojnë se ka ndodhur kjo çare midis tyre. Prandaj pyetës. Unë nuk e shoh që është ndonjë shokim i votuesve. Nuk e shoh këtë. Për shembull kemi rastin kur nga 50.000 që ka pasur në Vaçe, se dikon që tregon haptazi, që kanë befasi, ka të këtu në një. Por mas intervistës saj, ka pas 3 intervista shumë shkurtë, ka pas një të shkeliteni një mas e ka pas në Qimpej, ka mos ku përgabim në qimë shumë emrin, edhe tash e patëm të shtaqim. Në 3 intervistat janë 3 dallime të mëdha. Që ato të Gashi, të Zoti Gashi, të Çimi, e këto e ka ndryshime të mëdha konstant, për një kohë shumë shkurtë, me pas 3 mendime të ndryshme, kjo ka jep më tepër përgjigjen se është egoiste, është egocentrike, ka fikje shtetin. Po thotë rastin kur duhet të thashë që unë e di që na shkeli kushtetutën, po si do të thotë, jam më krenare. Ti je krenare që shkel kushtetutën nuk po ti më të mirë, po kundër se i hub atë si thonë star që i pas atë ndryshim që i pas e hub shumë shpejt. Sepse të ne kemi pas president që ka një përheqje që për shkak shkeljes kushtetutës. Tjetër me kon kryeminist dhe tjetër që të ne kemi pas komunistët që ka shkel non stop. Po ti je presidenti, do të jetë zoti i çasaj vendi, ja. Ose më si më thonë ti je përgjegjës i kësaj saj. Edhe më shkel ti kushtetutën. Ato s'u jap dorëheqje, edhe më thonë që më krenare, më thonë që këtë pikpamje si Frashë, më folë, si mendim jam, qytetarët nuk e kanë problem, nuk kanë pas problem me pa ku është gabimi. Thash shumë thjesht rritet, që do të na i merr erë shumë lehtë. Me 50.000 pëlqimeve në 1.000. Që të rekon ku ka pas. Do si ka marrë edhe faqen, këtë ka marrë në dorë të vetën, komplet. Se do të unë kom kriju. Ore ti kryu në emër të presidencës. Ti kryu si Vjosa. Presidenca e cila është zgjedhur nga qytetarët, nuk nga Parlamenti i Republikës së Kosovës. Po nuk është e jotja. Nuk është pozitë e jotja. Nuk është me marrë këto gjëra. Se i bjen mi handikapu shtetin. Kjo është ma tepër egoizëm. Kështu që nuk ma merr mendje që votuesit. Nuk ma merr mendje, nuk ma unë jam në progresë që qytetarët nuk e shef të haptas. Tash edhe për 3 intervistave, 3 dallime të mëdha. 3 dallime të mëdha. Një ndërta ka qenë kur thotë që unë e kam shtu Kosovën, bini tel që e ka këtë që kishte embargo Kosovë, jo embargo, nuk e vjen, që kishte çish i thonë për Kosovë ekonomike që e bllokuan. Nuk kishte embargo, se embargo ka Kuba, Irani, po një lloj sanksioni, në thonë. I kishte Kosova, ta unë kum hek kaq so. Po do humoristike, më thonë kjo, më thonë një president e këtë punë që vetëm ajo ka bëu këtë punë. Humoristike për mendimin tim, që nuk e shoh që votuesit e Kosovës janë qaqverë. Nuk i shoh votuesit e Kosovës sepse sa ka pas kritika Albin Kurti ku do të bëra, jo më ngrit për vetëm ose 50%, por ku do të bëra për fund, nuk bile si partia e mushit 5%. Gjitha këto kritika, kështu që nuk e shoh
si votuesit janë të hamendur, janë të habitur, janë të shokuar. Unë këtë nuk e shoh. Vetë si fshahsh nuk e shoh. Për shembull thotë kjo ka qenë qeveria Kurti, në intervistën e fundit të qeveria Kurti ka qenë që thotë ndërkombëtarët nuk kanë dashur anti-amerikan, kurse mas rastit të Panskës, Kurti thotë kjo vetë thotë, e thirrje ambasadën e Amerikës, pa thirrje Amerikën. Një anti-amerikan me thirrje Amerikën vjen vetë kundërshtim me vetveten, a kupton? Ky mendimi jam. Që nuk e shoh këtë. Nuk ka problem, nuk ka pas problem. Është një mi kostos. Siç është një mik, se çdo në këtë mënyrë që shkojmë në çdo 3 muaj kemi pas zgjedhje. Çdo 3 muaj. Po. Çdo 3 muaj kemi pas zgjedhje. Në një intervistë, zonja Osmani, këtu në Kosovë, në T7 tha, unë shpëtova Kosovën, mirëmbajtja raportet e Kosovës me aleatët, në një kohë kur po këta aleatës, veçanërisht SHBA, e kishte izoluar zotin Kurti dhe unë po e mbroja Kosovën, po i mirëmbaja ato aleanca dhe në një fjalim të saj në fund të vitit 2024, zonja Osmani, në këtë fjalim vjetor, në Kuvend Kosovës, i kishte thënë qeverisë, mos luani bixhoz me fatin e aleancave. Dhe duke që këto zoti Oseku ka nisur ftoja thellë e raporteve dhe sipas kritikëve këtu në Kosovë, të atyre që e njohin mbas së miri edhe përjarin politike të zotit Kurti, thonë që me këtë rast zonja Osmani ka shkaktuar një ftoje thellë të raporte midis saj dhe zotit Kurti dhe kjo ka qenë arsyeja që zoti Kurti më nuk dëshiron ta ketë në krah zonjën Osmani Tutje për t'i bërë pengesë atij që të mos shihet si faktor i rëndësishëm politik në marrëdhëniet ndërkombëtare. Si e shihni ju? Nuk më mendoj që zoti Kurti ka qenë ndërkombëtar mund që ka pas kundërshtime, ka pas më tepër kundërshtime rreth Veriut. Edhe e kam dëgjuar një intervistë një ndërkombëtar që thotë, kush ka mënu që Veriu do të shtritë suverenitetin e Veri. Këtë një të ju shliu për të shtritë suverenitetin e Veri. Pa pas dëshkime ndërkombëtare, pa pas kërcënime ndërkombëtare. Është naiv. Që natyrisht kemi pas dëshkime ndërkombëtare, por nëse se folim këtë mënyrë, atëherë mund me thonë kështu. Më shumë këtakime ka pas ndërkombëtare Kurti sa president më tjerë, kryeministët më tjerëshëm. Nuk ka qenë që nuk ka pas më për kraja, apo që ka pas embargo. Ka ndashmi bo një vetë presioni që gjithmonë presioni bëhet më adoptit, jo më të fortit. Presioni bëhet gjithmonë më adoptit. Edhe kjo mos më të shuja pe, që më mendoj që ka qenë shumë pozitive për ne. Shtrirja e suverenitetit ka qenë shumë i mirë. Po më mendoj që zonja Osmani këto do bën gabime të tata, sepse kur thotë shumë ka qenë anti-amerikan. Është vërtet, është edhe kur ora si Panskës, sipas vetësonit që bën kundërshtim me ato thënie të saj, që kanë thirrë Kurti Amerikën. Por nuk pat problem edhe Amerika pas ka më prit telefonatën. Pra, që anti-amerikanizmi zi para disa ditë dolën më shkosh nga Bashkimi Departamenti Amerikan tha që Kosova është një ndër miqet më të mirë që ka Kosova, që në shqiptar. Pra, thuhet anti-amerikan, ose ndërkombëtarët që dolën është shumë goditje ulët. Sa e vara ata me të vetë përgjegjësia e saj. Po unë nuk e shoh këtë mënyrë. Një që liberalizimi të vizave të kam pse. Pastaj embargos të kam pse. Pastaj takime që ka pas shpesh të ndërkombëtarë. Të kanë që nuk ka pas tokata. Vlerë matimeve, duke pas takime me ndërkombëtarë, si në një me ndërkombëtarë, problem matim që se bita. Për shembull komisioni historik, stingerat e Amerikës, që stingerat. Dhe që Kosova ka pas në vlerën e stingerave më herë se Polonia. Do se Polonia është afër Ukrainës që është rrezik për Bashkimin Evropian. Stingerat e më herë prej Kosovës sa në Polonia. Kjo tregon për mendimin tim që Kosova nuk ka
do të thonë, nuk ka mos në fund tash, mos pajtëshmëri me të kombëtarët, apo më thonë ka urrejtje ndaj kombëtarëve që vjen, ti përkundër si ka takim më shpesh se që ka pas tjerë, kështu që më me që këto dëgjon se ka humbë komplet, do me godit kishin në mbres këtë narrative në mediatikëve që janë Kosovë, që këtë fajnë e ka Albini. Ma qenë malli që është një lloj pikturë, është një lloj zgjekmi pa një vizatimi, është ku njëri të ngrit nga biçikletës edhe më ndrurin ke rrota dhe zhzohet të faj direkt të tjerë. Pa, çdo gjë të lëmë me narrativin e fajt e Albin Kurtit. Është ullë, por kjo të regon që popullet unë shoh gjithmonë këto se këta njerëz zakonisht thonë nuk është e vërtetë, po unë shoh prej 5.000, për 50.000, për 5.000, 2.000, 1.000 pëlqime, një lloj postimi, ndonë se ka zapu, si po qes, ka zapu krejt faqe institucionet të presidencës, nuk e vendosës, nuk e ka hapë si vjosa osnoni, ka hapë si president të Republikës Kosovës, i zapon. Edhe prapë si merr më tepër se 1.000 pëlqime, kjo tregon se qytetarët janë më të fillt edhe kjo ka bërë gabim trashënik. Gabim, aty qysh është? Dhe ma që pa thoni fjalë të mirë, shumë lehtë bjen. Minutën e fundit më korrit. Minutën e fundit më shkorit. Korrit shumë keq. Kurti mbetet jo fajtor në këtë proces për ju, e zonja Osmani tregoi egoizëm, apo? Po, unë mendoj që zonja Osmani po, tregoi egoizëm, edhe egoizëm të fortë. Këtë smundje që zakonisht unë bëj hajgare, këtë smundje unë po bë këto, unë po bë pasin, unë po bë këto, pa mu si shbo kjo, unë po bë fal meje, fal kësaj, për këtë egoizmin unë, këtë një lloj smundje që më qenë smundje shqiptare, unë. E nis për zhvillimin, unë po bë këto, shumë aty çysh jemi në datat, unë po kuj fakultetin, këto unë do të shfaq këtë unë. Edhe këto më që po ka tregu goxha hapta se egoizmin e vet, egocentrizmin e vet, që ose mu bëni presidencë ose gjegje këtë Kosovën. Nuk ka problem që zgjedhë herë që ka kosto, se s'm bëj mu presidente. Kjo ka më çmangja që zgjedhjeve, me mundu që mi iksh zgjedhjeve, me mundu që mi zgjidh përbashkë diçka, duke di që pi shkel kushtetutën, pra kur thatë në televizion haptasi, në ashtë di që shkeli kushtetutën, po jam krenar për vendimet e mia, po është në rregull, edhe është shumë krenar që shkeli kushtetutën, vetëm që mu se po presidentet ashtu mi po këtë lëmë, që të regon haptasi egoizmin e saj. Kështu mendoj. Albini ka mujt me thonë për shembull, sipas kritikëve këtu në Kosovë, analistëve, ka mund të thotë që më mjaftojnë 80 vota, siç kishte thënë vetë zonja Osmani që ekzistojnë 80 vota, dhe të mos thotë zoti Kurti për shembull që nuk mjaftojnë 80 vota, po duhen 84 vota. Më së pari, jemi konkret. Në qoftë se marrim gjitha intervistat më herë. Se nuk e di ka vjose e mërë që ka pasë të ta gjithë. E unë gjyme dhe mendje. Që të kërë të jo, nuk qëpë në vjose. Është dhe, që marrim gjitha ata të LDK-s, të DK-s, pa dhe ramufi. Dhe kam kush për të dhe ka thot që po, ja japë vjosës. Nuk po mi marrë njës nga Jupiteri, nga Marsi, një full, nuk që generale. Po saksisht ka dash që ajo 80 vota që i ka thonë po i kom pas. Po saksisht. Në botë konkrete, ku i ki pas në visët që jo s'japim. Nuk kuptoj ku ka mundu, që tash një mund me bo analizë, nështë e ka përmëtu dikush, po të ke fundi që se ka përmëtu dikush pobre, sepse televizja vëzëndosë, se ma një ma intervizin nga kërë thonë, na televizjes, votët i ka kompletaja. Unë vetëm e vëtu për vjosën. Pra, nuk ka pas problem për votat e vëzëndosës, e të rëkon edhe intervizja që po i ka përmëtu, votat e vëzëndosës ka pas të garantune. Edhe pobre du me qenë dy vetë kandidat, po që se për shumë nuk është një poni të keqe që më poni edhe Glau, ose dikush tjetër që ka pas në është ta ndonjë shans një ikë të zgjedhjeve.
e një adopcioni njerëz për shembull si familje qershare, që i kishte marrë gjithë vota, nga gjithë. Pa, tu kishte shmang tjetër që si për shembull kish shkon klau më i përshtatshëm. Po kemi pasur si Muhamedi që ta të hekni sepse klau është më i mirë. Nëse kandidati nuk është i keq. Aty nuk është shumë të keq pra. Dy kandidat, gjithë lëvizjet vendosë kish japë Vjosës. Ka të shpas problem, nuk e shoh problemin. Nuk e shoh këtë. Unë këtë nuk e shoh si problem. Po kundra si. Ashtu nuk ka vëllai, nuk është ka vëllai. A e shini zotin Lumir Abdigjiku president? Nën kryetari i LDK-s, Lutfi Haziri, tha se partia e tij ka një emër kandidati për president. Ai është zoti Lumir Abdigjiku. Harroki. Më fal. Lumiri, o Lumir ti ku je këtë Kosovë këtu. Nuk është shiko, një njeri i cili ma që mos si sa Kosova ka futur të poshtë Kosovën. Pa LDK më fal, LDK. Nuk e shoh si kandidat serioz. Me thonë drejtën, unë jem kohë që kritikues që kemi pa në media ndaj Ramushit, me sa ku folë si Marina. Po, votës e president me qenë dy kandidatë, Lumir dhe Ramush, unë për veti do mos do kisha Ramushit. Po, a di pse? Dallimi është ka sa fëllu shumë familjeve të Kosovës. Ka jap shumë. Si që është kjo nuk e shoh falë dhe falë për këtë qeshin time, po nuk e shoh si kandidat. Jo. Është humoristike, propozimi të kësë është propozimi më humoristik që kom një teme. Më humoristike dhe ishte tash. Do ishte edhe më humor ishte propozu që kë bokseri i LDK-s, si pa temën, në më këtu, Ridvan? Zemaj, po. Do ishte më humor më i madh, po nëse, edhe ju nuk ishte humor, propozim humoristik. Kjo është më bo hajgare, më tallë. Zoti Oseku, ju jetoni në Suedi. Përgjithsisht për shkak të krizës sot në botë, luftrave në lindjen e mesme, çmimet e produkteve bazë të konsumit në Kosovë kanë arritur në shifra stratosferike. Produktet bazë të shportës e konsumit janë shtrejtuar shumë. Si do të reagon të një suedes kundrejt një qeverie të tillë çfarë ka Kosova, po të mos lëvizte fare, thazëm, për të ndërhyrë në situata për ta paksu krizën sociale të qytetarëve? Shiko, ishma lakë se dje e mund me mami me folë, ishëm të pi kafe në mëngjes në Ballkan. Edhe për për rastin e Kosharës, edhe në nisi, se mama ende më thotë me përshku në dyqan me fërëzu shpilu me ushqime që më atë karoseve që të më atë kjerëve që ka. Edhe më kajke tomatët për shembull, ai di çmimin më nisë unë, tomatët e kanë qenë përpara 8 krona, 9 krona, 10 krona, që bën 1 euro, pra që është 1 euro, është një mëdhje. Sot janë 55, 53, 55, më shkon, që bën 5 euro 50 kila. Pra edhe këto janë çmimet në tipin kuj, shumë të mëdha. E kemi për shembull rastin ku ndëgjova këta të LDK-s që përdoj klipin heqje e tarifeve takseve në shtetit në naftë. Ta pak në Suedes, sepse veriu suedisë, veriu, është komunikimi, një shtëpi një këtë, pas 50 km një shtëpi tjetër, shumë larg. Edhe komunikimi, udhëtimi të bëhet zakonisht me makinë. Edhe çmimi ka vajtë kull. Do se në mars qeveria e Suedi që është konservative, mundi dhe vendimi ullën e taksës si maqënie, si përënime, këtë varë njëken, nuk pat efekt. Çmimi i sot, në s'kom shë gabim është gati 3 euro.
sot, me që gjeni sot është gati 3 euro. Pra nuk ndihmoj. Për vetë se ul shteti kupi nga kjo, qytetarët nuk fitu. Nuk fitu asë që heq, për kundërzi. Për studia për një vend që ka qenë 3 apo 4 në s'ka gabim në botë për ekonomi të mirë, që është shpogje poshtë. Pra, ekonomia do të kjo problemi e tregut global. Nuk është fare që rrisë kutit, por kjo është këtë problem e Evropës. Kjo është problem gjithë. Lufta Ukrainë, lufta në Iran. Të janë problemet globale. Nuk është problemi vetëm që do të jap përgjegjësi një qeveri. Për shembull, qeveria konservative saudi, që do të u hyp në zgjedhje, nuk ka fituar zgjedhjet me 1%, 2%. Në aq përqindje të vogël ka pas me premtimin që do çmimin e naftës, çmimin e rrymës, edhe shporta do të bëhet më e lirë. Por kundër asnjëherë vetëm së bëu. Sepse tani din qytetarët nuk ka faj që ndonë se unë jam vetë socialdemokrat të zbi, fitoj socialdemokrat. Nuk është me rrëmë faj kësaj, sepse nuk është problemi këtëre. Mu me menaxhim më ndryshëm më që kam bo menaxhimin drastik gabim komplet, menaxhim gabim. Shumë krahasime në Norvegjinë dhe të tjera që në Skandinavë që kanë ulë çmimin e naftës, përkundërse këtu i kanë ulë çmimin, për shembull kanë ulë taksën e naftës, që shtetit merr më pak parë, po kanë bënë gabim tjetër këtu sudi. Për shembull, këta që janë pa punë, ju ka ulë se kanë një lloj garancioni, një lloj 100 ditë që shqyrë garancion që më një lloj 80% pagës. Ata e ka ulë. Pa e, ku i ka godit të varfrit. Kurse këta që kanë më tepër lekë, se ku ta ki makinën, do të ki mundësi me udhtim me makinë, që vjen ti makina është luksoze të na. Të na, sudi makina që është luksoze. Kur dy makinë do të ki aq lekë sa që më paguaj naftën. Edhe këtë mënyrë bo në Saudi ka pas vendime të gabuara si demokratë më që konservatorë kanë bërë gabime. Edhe më vjen erdhë mirë, po na shumë bashkë për qytetin artikull, më erdhë mirë që Kosovë nuk ka bërë një të gabim. Më erdhë mirë që nuk ka marrë të ndërmend që si me këto pare i jipet nëna të lehonave, shtesat fëmijëve, është fëmijë më mirë këtë me gëzu, sa ai që hyp një makinë luksoze. Ku ki parë për makinë luksoze, hyp në shumë autobusit. Nuk shkoj në Kosovë, asnjëherë nuk marr makinë qira. Jem si Gjakovar, ta bëm tipik Gjakovar, i hyp autobusit, 5 euro, motor, i hyp autobusit, shkoj pikë për shtëpisë në Gjakovë. Pra, sa ki kom të çaj që shtoni më, sa ki organe shtonë në kom, apo jo? Nuk është që është e vjetë, se më thani jem katastrofë. Pa, do të me ditë kur kemi ekonomi, do të me ditë. Që nuk, të nënë së di nuk ish marrë kritikë të kjo, sepse nuk është faji që të është, ti qyshe menaxhon mund me folë. A ka bo gabim, a s'ka bo gabim, menaxhimin, po. Mund me pas konceptin me folë, për shembull, është gabim ku është ku taksat e parë, këto, ato, po. Me ullon faji, sepse shporta, që për të bëni, ka qenë ma lirë ma përpara mishi, po dhe këtu ka qenë ma lirë. Jo, po ka qenë rryma ma lirë, po dhe këtu ka qenë rryma ma lirë. Së nuk është njëta. Pra nuk lihet fajt një qeverisë për njësën që është një problem global. Këto më dojnë. Kjo është një mesazh mbase për bashkëdhetarët që të vinë në Kosovë ta praktisin perëndimin, apo? Unë të kanë thënë më herët atë, pse e thamë këta, se ti e ndërlidh njërë. Po. Që ka, ta shka të ti. Ridvan, të kalëzim shumë të bëm dallimin. Unë jem infermier, punoj natën. Edhe rroga ime është, mas taksave, mbin a me marrë 1.900 dhe 2.000 euro, afërsisht, ma të për heq. Sa shpia, ta shpiboj kështë të dallimin mes Kosovës dhe Sudisa. Në Kosovë, sa kanë pronat veta? 90% afërsisht, apo jo. Sudi 7%, 80% nuk kanë as apartament veta, as pronat veta, që i pini janë me qira. Unë për 1.900, për 1.900, 2.000, e kam 1.300 qira vetën. Starti, steje dhe meje, është i madh. Për 1.300 euro, shkojnë direkt. Pa rrymë ujta.
që 1900 kom në rrokën. Po që ty nuk ki qëra. Këto së di, edhe ko ta bles një apartament, po e ki një apartament blen, e ki një lloj qutë, se shëndrojës dhe shuqate, pakun, përveç që pakun ka matë që jenë tash të mërësisht në Sovjetë shtraj. Dhe që kanë që dhe mishit banesat, e kanë edhe qëran që qutë lloj qëraje për mi mbajtjen e kofshë dhe gjëra tjera, që është një tarifë koqa e madhe. Për shembull, nuk kom pas një tarifë përpara që ka qenë ofër 900 deri 1000 euro tarifa. Për që me mbajtja kofshit banesës jashtë fasadës. Pra, ka shku atje banesa, se dhe ka marrë shtajt, ofër 2000, 1900 euro. Apartamenti blerë. Ndo si ki blerë, prap të pagu ti së dhe qëraja. Pra, ekonomia mes meja dhe teje, rroge që ki ti dhe rroge që ka mune, ti nuk i qatë, në starti i jëtë është ata me menja, në ashta ka ardhë koha më këqyra, e zdi. Ja, në dallimi që nuk vijnë mërgemtarët, është nështë që ta shkoju kjo, si quhet kjo ligji për sigurimin e shëndetësisë. Për vetë jetoj me do të kështu, unë çdo minimumi një herë në javë shkoj në spital. Marr vaksinat e gjëra të tjera të hapat fikon dhe dhimbjeve. Edhe si pas që sigurin më ne, kisha vdek. Bukvarisht kisha vdek. Kështu që ende nuk është qatë nivel, por nga kostoja nuk ka shumë dallim. Kom pas, i kisha lutë gjithmonë ato që janë në Kosovë, deli jashtë, tash keni drejt në dalë jashtë në Lëviz, shkoni vizitoni familjarët juaj dhe keni pa dallimin. Qëse unë e kam gabim, është atë që thëmë. Dilni shikoni jashtë si jetojnë. Jetojnë sa ka qiran, vetën sa ka rrokën, sa ka qiran. Kemi pa që dallimi starti, folë për dy palë që punojnë. Dy palë që punojnë starti është ati ma një. Për s'ki nevojë me pagu që qiran e shtaj që është. Ne jemi shoqëri liberale dhe në shoqëri liberale mendimi për kundër dhe mendimi ndryshe është vlerë realisht. Unë mendoj që po, shika, jam dakord me të kohët në qeveri, është dakord që me pas mendime ndryshme. Jem këtë rregull. Opozita ka për detyrë me pas mendim ndryshme. Opozita ka për detyrë më anku për çdo sa. Këto jam shumë dakord. Po ka dikush të thotë, po jo, opozita ka për detyrë, se për çdo që është opozitë, duhesh të kundërshtojnë gjithçka. Kundërshtu. Tani vetë për mosë, për shembull që në Norvegjia, Suedia ka pas ku kanë radiot ose televizionet që kanë pro-ruse, kanë bërë. Dhe ku shkon në konflikt interesit shtetit. Nëse kemi konflikte vëllazë. Në që ku kjo, për shembull të jetë tradhtar, i dora gjatë të Serbisë. Është të i kaluar, të i kalojnë. Kanë të i kaluar, është më. Shumë di që kohët e fundit patëm pas edhe kom ku disa deputet që janë e ka të qitë faqe, në përcjellë disa faqe të tyre, u shate ama e atë futit. E po në video. I kontar kishë komi një vëllë, shtatë me no. Te i kalu ma, kjo është çmenduri, mendojmë, kjo është çmenduri. Nuk është mo, nuk bën ti mo opozitarisëm. Ti bën çmenduri. Kur dhe gjujnë të visën e mushë që si fletë. Jo që linë në Kosovë, i kur dhe gjujnë të visën tjera, jo më rëgjëntarë, si do mos më rëgjëntarë, i sakatun. Njërë, u vendu se pa kur farë frenash, pa kur farë frenash, njërë të vrasht, që nuk është më opozitarisë. Mendimit, unë jem pro mendimit lirë, shumë me pas, edhe jem shumë dakord që opozita duhet më anku për gjithçka. Se çet detyrë ka opozita. Mua anku, më anku për çdo gjë, do të thonë që ka bime shkupohet, unë mendoj ndryshe, natyrisht se konservatorët me së më ka dallojnë si nata me ditën nga ideja pikpamje ideja, këtë rregull. Po jo mi hek për më shku në mënyrë të vrasht.
nuk për kanë kufi, nuk për mëjnë gjoba, nuk konë për shteti, për kërë janë rregull të mati këto ofendimet, shahet, unë në gjëbit. Për gjitha kosh në gjëbit, që ne shpert ndryshë së mësojmë. Që kështë mësojmë në vëpin në Kosovë, fërëma, se dhe shërëgjit po, sepse gjoba, dhe me gjobas, që më bu, ma i kujdeshëm, dhe me gjobas në ofendimet, kështo, personale, ose familjare, ose gjëra tjera, shpifje, ulljem, emrit, degradimit, pa fakte, që e së folë mu. Këtë për një, në konë përkëria e shtetë më e fortë. Ofendimi figurave kombëtare i kryeheroit Gjergj Kastrioti është vërtet pikëlluese, teksa edhe aktualisht habitati mjedisi i atij kontingjenti rrugëtarësh me aq lehtësi ulën para tastierës së telefonit apo të kompjuterit, shajnë fyen figurën kombëtare tepër sublime të Gjergj Kastriotit. Kjo ka zaton një problem të thellë kulturor mbi orientimin që ka kjo shoqëri. Po ishte ndeshje që lyti kombëtarja Kosovës, ku ishte ndeshje kur lyti kombëtarja e Shqipërisë dhe ekipi prezantues i Kosovës, u për Shqipëria dhe Kosova. Ishte lyti pasin Kosovë kishte me lujt me Turqi, më s'ka gabim. Si tifozlikë ka që të një lloj rebelizmi, një lloj kundërshtimi, në një lloj përmase sa më irritu lojtarët. E thash do ishte mirë, e preqa, sidomos e preqa që një lloj banderole Skënderbeu kishte aty edhe Noe Konga Albulenës. Duhet me një tekst anglisht këtë parili kofa non papa kofa vëdje kombëtare. Edhe unë bën një postim që është mundur që kum prit spaku që kjo do ta bënin. Këtë përmas, mbi 100 sa shkrime, fundohet ati jo, Skënderbeu, rojën kombëtar. Degradim, total. Edhe qes me emën be emën, më mi kap disa, se disa mëse i heken, se e nisë mi heke. Po i qes qitë gati me emën be emën, po kuja ku që së të me. Qimi, që me marrë shkelzeni intervjis, që më duket shumë padet, për ku i shtet pa shtet, në ndojme. E marrë shkelzeni për qaje, kur si kimi, kjo pas një gjërar që qute në televizion, publik lecë këtë flemuj. Ku jenë në dëmur atë qeq, pyti ku qeq, dëmur pike, për përqami. Bile, shkëdjet për ma që lipi edhe sakat e dëshmorve, mi rëzumi thy, që në lej Afganistani, ISIS. Nuk kush ndërmas, nuk ndërhyvi prokuroria, për përqaja. Pra këto ofendimet, ose bollëzimet, ose ofendimet, më ka ndodhur mu për shembull njëri që si lloj besimtari që ishte i fortë, i moshuar, me mbesën prehen. Po i moshuar. A i moshuar se unë, se ma fëndaj, me ish gjunë, ish bashkët, me nanën, edhe morën, kocën i kishë në mosh atyre, edhe kocën time. O rejtje, bollëzime është i papa! Vetëm ku përkësënon këta politikanë që i përqesin gjysh, që përqesin me ka, dhe më fali, këpone ka e bema, së kjo tjetër që i qitë liqë, dhe ke, e këpone i pitë me ka marrë të kush telefonin, po ta ka marrë të telefonin e ka ditë kodin të anë. Pra, që kjo, prokuria që nuk ndërhyjnë, është kapim. Me ndërhyjë vetëm në fytyrë publike, mos me ndërhyjë të tjerë, se për tutën që për e më një lej masë, tutën që ka. Gjoba, gjëra ma mi që bëhet. Ose dhe një, që ose përshama i gjithë kërcimi dikune, unë pa më në nësa herë, ju kërcnuar me vdekje, me vrasje, jo ti ateist. Përshama më thëmë jam ateist, kam kërcimet papa. Me thonë, unë, përshama më bëj, më në që Ramushi ka bu gabimet, në gabime, të shanike politikë, edhe ta dhonë shapi përshqe politikës prej terrorizmin që ka familje time. Të shojnë pa mas, më të shojnë njërë brutale, dalin grupi jetëve që është verë. Në gjitha, këto i kanë gjitha partit politike, pa si shoqëri, duhem në qysh më ndajone, o dëku. Edhe dëkimi bëtë mas mirë të kohë Gjobit. Gjobit edhe ishtë në bërë.
Edhe në prokuria du të më reagu këtu. Nuk duhet më nejtë prokurit që flenë gjë. Unë e së di, po ti kisha shku për shembull një ministres suedeze, këtë njërë, ose më shku, të dhe kështu këtë policia direkt. Për një fjallë goje, të në parlament ishin qunë të debate politike që të Suedisë, ndalin në parlament dhe të bojnë një parti për shembull konservative, një parti tjetër, ndalin dhe bojnë lloj debati, konferatim për debat. E pa të mos që e goja me si 7 zanë. A ishte, nuk ishte 7 zanë. Pra këta hanë gjopë. Për që ta hanë gjopë. Si lloj humori sarkazmi, po si ishte sarkazm që kënë në marë kryq ditë, kërku falje, sa të pa edhe që kërkoj, falje e hongi gjopë. Kemi Mona Salim, për një gabim të vogël, për një top lironi shkoj poshtë, për një top lironi. Pa na do të më konë popullit dhe dishim që dimë këtë punë, na do të më konë, shkoj, me do të rrugës Sudi, nuk kemi pa policë. Se nuk ki policë, sepse populli është aktiv. Populli që për e më policinë. Me pati një kontë një kërë që kumë baba herët, ose banë gabime këto trafike, populli ki policinë. Pra na, qytetarët më konë aktiv. Edhe prokuroria më konë tash aktiv. Që se qytetarë kryjnë të tyre. E pra që të këtë rast, i dush me ndërmarë të shka. I më ndërmarë vetëm ku pot mediatik dhe në ti që me marë emra. Pra jemi shumë lartë. Në mënyrat vjetëve sociale që botë ofendimet të në, është e pa pa. është e pa pa. U për të më hinë të Facebook TV, Messenger, mi pa. Qfa ofendime kam, a dhe shka ma keqe, që të të një rast, da që dhe i kom të rëgu. është një gjallit një dëshmorit, që të në Gjermani, me notë, me familje, me të vëtjerë kërë ka shaj. Së vetër që nuk pajtonë politikisht me faqe. Gjallit dëshmorit, dhe me ja pëmë, po gjallit dëshmorit është. është mërë që në andjen që të gjendje. Baba vetë, ora të shmurë, për shtriknjë, për bashkëmit të shqiptare, për fond të lirë, pas mendimit të lishme, më pajtu që s'pajtohëm në të. Pa ofendime, pa polizi. Po që gjallit dëshmorit sot, e është të baba vetë e shketë. Këtë gjendje me artë në shumë. Dy pyetjet e fundit i kam në këtë intervistë. Pyetja radhës është, edhe pse nuk e ke merak për të folë, për temën realisht që të ka lidh me jetën ose vdekjen, siç është lufta në Koshare, përvjetori i kësaj betejë tepër të lavdishme, që shembi realisht gjithë ushtrin serbe, korpusin e tretë të Prishtinës atje, u shënua përvjetori dje në një ceremoni në prezencë të familjarëve të dëshmorëve, të veteranëve të luftës, të krerëve të institucioneve të shtetit. Ju keni ardhur nga Suedia në radhët e UÇK-s, keni marrë pjesë në betejën e Kosharës, ende mbani plagët e luftës atje. Si e kujton betejën e Kosharës? Sa herë she plagën e luftës, frashër? Që është betejë e Kosharës për ju, si ushtari UÇK-s? Si e shohim betejën e Kosharës? Mendoj që është ndër betejat që marrë vetë. Yes. Nuk është lufta më e gjatë që ka qenë, nga pas luftë frontale. Për mua është emblematike sepse është thyrje kufirë shqiptar, që ndaja mes vëllezërve tonë. Pastaj bashkimi i gjitha ideve, si këta që kanë qenë pro-progresë, pro-LDK, bashkë luftë, me ballistat, me beliktar dhe projektistat që kanë qenë terroristat i vjetër, pastaj kemi pas nga Shqipëria. Kemi pas nga perëndimi që na, kemi pas nëse të nga Ilirita që kanë qenë luftë. Ka qenë një lloj bashkimi tipik shqiptar. Thyrja kufirit shqiptar, mendoj që është ndër pjesë pas disa betejëve të njëjta që në Kosovë, është një ndërtas që do të nëndonë një lloj si një lloj pike ku në dhe që ishte ka më dhënë një lloj poeti, një lloj që se keni njohur poeti, shkrimtari, piktori, njohur.
I gjenë këto onash, ma që në madhe si lejtë Qërqis Topulli. Kur ndërlidh penën me pushk për mbrojtjen e bashkimit shqiptar, në për luftën bashkimit trojës shqiptare dhe për mbrojtjen e drejtave të lirit. Kështu që unë shoh një ndër pikët luftat më shpresëdhënëse për mua, që shpresa që ka pas të Maçi, që Kosova, që edhe ndjera nëna dhe Maçi, ballën alfabete ka qenë ngrohtë, por që sa patriote ka qenë, kur thot dhe Maç, si non ka me dek, ka për nënën Shqipni, e s'ki me dek kur, mos mi hub busullet, që tja mos hupja busullës, ta më jetu, si me qena, si shqiptar. Shumë dhe më thonë, se për kushar ka qenë që kjo e peqeve në një bashkimin e ideve, lloj ideve politike, bashkimin e gjithë shqiptarëve, thyja kufi shqiptarë që në nga dalë si Kosovë Shqipëri. Që ka qenë, dhe vazhde, jam ko pas fatin, më rasti që ku shumë në nësim në Radinën, pa fatë mirë, nësim që më shku atje, dhe jem ku kanë qenë më Kosovë. Është pjesa, në dy luftë kanë qenë, dhe i lirit, dhe të herë Sinonit, kjo pjesë ka qenë një pjesë më të bukur atje të simpë. Do s'ka pas repetit luftës, vdekje, rame, dëshmorë, shokëve, po është thyre kufi shqiptar. Që kjo, ata më që na imi dikush, na imi kosovarë, këta e shqiptare, kjo ndaje që më bo. Që ta shëgëris prapë i bo këtë ndaje, ka qenë gjë më bukur. Ka pas një lloj, më e madh aqën tam, ndjenjë ka dushin, ka të këtu, kush është më la, apo kufi i Shqipërisë të këtu, Shqipëria, më thonë, që kjo është e nëna jo e vërtet. Edhe gjesht prezens pastaj, që ta që ku pas një onë, që ka pas aqë e një, që ka pas bave, që shem ka pas të shime që në atje, bishkira to. Në dhe realizimi ka qenë gjë ma bukur, jetime. Kush janë momentet që nuk i harron dot nga ajo betej, nga nisja që ke bërë nga Suedia, nga kontaktet kryesore që ke pasur? Kush janë ato momente që nuk i shlyn dot, mbase she edhe ende ëndra për atë rrugtim, lirie në Kosovë? Kam disa pika në tafta. Kam gjemal fërtaj, tjerë. Si kemi qenë, sofra në ndjera. Ndje, po, duhet i me ishte shazat. Që fëmija vetë se ka ta ku babën kur. Ra dëshmonë kushare. Ka qenë një shumë i makë, me divitet ka qenë një vizionar i makë. Dhe biletini ka qenë më mikë pitë që më ta ku në gjemali. Më bëha i gare, për i kom bo, po një rinjë dhe, kam qenë shumë i rinjë, kam qenë lidi qarë, kam di që kom folë, kom bo gavime djetësore që të ndonë shumë, kom bo hajtë tali me ta. E më e mam një rast, që ishën të familje që më shpetare, që kam pikë dëfë. Edhe është pika që është në vazhdet atë në dyqanë. Për i faqe. Po një shnosh, lajë, po shumë një shnosh. Po një të të më gjatë, që të dhe kile kom pasë. Jeri pak po e karë, më thashë, pikë më për të viktime mirë, që që se desë në luft, pak më shku mas të jere, më shep mas të jere. Që që apovarë, po i ka vitë tamë jetësor që kam penjë. Që apovarë një me tybet, më mërun tybet, unë kam e pështu gjallë, i kime dekë. Që kam pikë datë, se më duke thonë të fjartë, se më kam jetë. Po që thamë, shpika ime marë datë që kam. Kjo një tjetër.
Në të bëjmë majtë shqip, do të thonë të të vojën, çka folim, të miru vojën çka folim, se në met mas e pikë, me tash edhe familjare. I kemë në të tash edhe një tjetër që kam një shoktim që radisht më ka si një. Atë shkëmë të realizu, të dy pike i kam 8 kon anë vaj, 8 kon anë të kam. Kush janë momentet kryesore që nuk i hiq dot nga mendja, mbas është edhe ëndra për to, nga nisja që bëre prej Suedis në rrugtimin për liri, për atë dhe, në atë rrugtim për të bërë kontratë edhe me vdekjen, po që nevoja për lirinë e atë dheut e kështu me radhë. Është interesante, më parashkoni po i shku prej Gjermanisë, për Nisë, me Gjemale, me Qeqeni që është të dhej dëshmu. Për shku këtim. Të listën parë, isha ardhë me këtë frumëzimin, që më kështit babaja me shaqin e me patriotizë për krejt. Shkojnë të listën e parë, ishte Indiri Rimu Medani Serqeku, që bashkë të pyqet që ishte pyqet gjithmonë. Se unë isha më shku me Nasimin, edhe natyrisht që më shku me Nasimin, automatikisht më ka pranu mrena, në ndijet. Nuk ka falë meje, ta e dhe më konkret, ta është falë Nasimin, e se Maridines. Po bëkën edhe interviste, edhe unë e thamë, që jam marrë me dekë për vendin, po, ja, delim jashtë, se të gjenazë, në një që leftojnë, ato më ka fillë i këtë versionit tjetër e nëra, e o pa tasha, pa të sërëzisht këmë mua, kështu që qëllimi që në rrugtimi dhe atje është të që kemi pas e këta të ndjerë që janë dekë të dëshmort. Që me dekë, se tash, në zakosh për thonë të Kosovës, nuk e Kosovës janë Shqipërisë, sepse ka qenë ideja jo ka qenë bashkimit të shqiptare, lëvizje nga kjo. Qëtë janë frunzuar nga bashkimit i trojë shqiptare. Ti jemi fëmijët tonë, kemi më lirë, fëmijët tonë të mendojnë më ndryshe, fëmijët tonë kanë drejt me shprej mendimin e vetë lirë, fëmijët tonë me pas shkolla, që s'kemi pas në superherojt tonë, që kemi pas të, më të shkollë fillore të temë, s'kom pas drejt, për pa të nismi dhe u libra, se në gjeneratë 75, pa të nisë, vlavem ashtë më herë, 70 në mështë, s'kom shumë dhe gjatë në shlavim. Ate kam pas libra tjera, pas e ndalesh në libra, të lezesh libra të vlavit që ishte shpo më heret. Pa, gjerisim u hek herojt tonë, mësë mësu, që të tonë pas dhe të mësu këta. Në të vetë kisha pas qef sa me vetë e mu të rikëthy dhe herë mrapa dhe qëto që më bëjë garmi për ku falje, ku që tjetër, edhe me pi dhe herë kafe me ta, edhe me do mi vetë, api duket ato që këni pas jo onë dhe jo, e ka realizua jo. Dhe ishte gjë ma mirë që kësha mund. Mund të tregosh në një moment interesant, base me babushin, generalin Kudis Silame, me Nasim Haradinajn. Është interesante, se të më tregu këtë rëngjaje, se bo një unë zakonisht këmë thonë që të më shku me luftu. Edhe mu mush, koshaja që pëse shenë e të temë, jo koshaja, po që pëse këthej ma për ka unë e Shqipëris, pa bine, pa deshë këtu vende të tjera. Ka qenë të vendi ku ishim dhe të koshaja së në tjetër, që që këtë pushtarë, ishte si në lejt grope poshtë, nërës ishin shpijat, edhe ishte lejt të porëse, apo të nërës, me thonë të shërën. Edhe një si ushtarë Nasimi, që më neve s'na kam prekë, se mi konë pak si të përgdhelë Nasimi, unë që është pak si vone, edhe unë, në zakonisht sa herë që u zbitën dhe po e mëzu e shku rrështër, të të kesh mu, kanë që në mukën, e mëzu, ka qenë të më bojë ma i madhe që frashë, u që frashë, që ta shku të vjenë frashë rëzohet. Në atë rast ishë Kristjen dhe këtë Kudis Silame edhe vjen edhe të kusha më kë, ti të frashë, se ku pisu të ditë, që është më kënë 180 kg, një mëllë e të gjatë që ka kalit këtë, së është për luftë, edhe kuptoj këtë versionin e tine, edhe mërë shtabë. Unë i pa ta thonë që pëse dhicet luftën dhe më shkur luftë.
nuk do më konë mrena në shtatë, në mënajt ku vitë kompjuter. E më harë për luftët në mënajt tu. Edhe pa të bëjë ku harë që dhe më bote, ta është bëjë vëllrase. Po dhe lufta e më mënë që ku dishka kuptohet që o dhes, ka ndodhë dishka. Edhe e ndje, që ka vinë. Edhe generalit e nisi me më frëmëzu me thonë bravo, frashë mu se brëngos, këta janë djemë tonë, që fërë kaj ja ka leftuar për gjeri, ka pas dëshmonë të rëndë thyë, po koshare o thyë, ku five shqitarë ku shqyrit, të ku shku luft. Edhe e si ke shprit këta, po da së të me bo, shqipi, me kuj murit, edhe t'ja nisi nga binjë murit, ku është që qemi trend, se s'kishat mund asë rëj pas, asë të hikë me bo, lojve vrasje, që me thonë që mi kërtu që bëjve vrasje me së më që luft, edhe thina si këto edhe me këtë shmendin, edhe me këtë budallën me re i tuit. Pra bindja ime në lufta ishte për ne, nuk kishë më e gare. Unë për vete, jam rritë me ta që ja luftja heq. Vetë një që të lëri që vartë është që falë se luftës, falë sakrificës familjes që shajt, falë sakrificës familjes, falë sakrificës gjithë tjetër, të zajt pazilit tjeve tjeve. Mos më kohë këta, natë nuk i shajt. Pa unë e kom pas këtë vetije, qaqë më disa që duhet vetëm me luft. Por që s'kam opcion tjetër. E kemi shterë gjitha opcione tjera, që të është opcione patësore këta tjertë. Pa, opcione patësore të vojta s'kesh mu. Po duhet vetëm me luft. E këta ku më ditu ne. Që lufta e ka pa formuat e veta, ato qërat e veta, pa nësimi kërë më takoj, ta që ka i bojë babushit, e prepshina i atë babushit, se babushit një thirë. Se dhe është tirash, ku murit është suaj, s'mu i këmë përteku, s'mu i këmë mënal, edhe më përzoni, edhe tha më i të shmendur, edhe për herë të parë, është një nashtë zirë dhine jo, është për cekli këto hatës dhe jo, për herë të parë, po pa nëse më edhine të kajtë. Që ta daj, në intervjistës s'kum kajtë kur, e njësë më nderë latë ato gomarë, kujdes për vetë vetën, në këtë mënyrë që nuk ka pas mënyrë të keqe, po kujdes e në ruju. Edhe atë për shë edhe nësimin të kajtë, që kemi pas edhe marë, edhe latë një të kohë, në një kohë shumë shkurt. Këta ka pas lufta, këta ka lufta. Që po nësimi ka kajtë. Edhe ta dini televizion, që vjetë më për s'ka kajtë, që të s'ka kajtë, dini që për në ka thëtë vërtete, ka kajtë. Bashkë në atë kohë, por 26 vjetë në liri, nuk pa arrim të zgjedhim edhe një prezident, duket një situatë pak paradoksale, kjo e fundit. Interesante është që shoj ishte ajo që tash më herët ishte vetëm një gjë që ne bashkëriqetëve, si ide politike, si fetare, si pjesë të mbetura që ishin jashtë Shqipërisë, të kritës e marxisë, pas. Duket që tash është kjo pjesa që kemi nisë me harru. Ma në gjenë modën, së ka bërë një interesant. Është interesant e ka bërë një libër që i ka qenë tonë dhe falës, që quhet Lufta e natës së kristalit, që ka ndodhur në luftën 2 botërore. Edhe quhet libri të mos harrojmë. Se po të harrojmë, historia na kthehet edhe herë. Përse i të gjërë të qërë të kthehen. Pra, unë kisha pas qef shteti Kosovës të për një lloj për një histori më të pasër, ndrejtë për këta ushtatë, ishin ushtaret, prezentgotat që ishin, që më së ndajnë. E i shkruat i të shpëndohet, të mos harron që ke lejtë që kemi sot. Është falë sakrificave të tyre, falë gjakut të tyre, falë familjes e shaj, që mësë ishte familje e shaj, në sot të ishim zhdu komplet. Ta këtë bini kam sykë, në e shumë sigurt. Falë sakrificës këtëre, falë luftëve dëshmorëve tanë, dëshmorët, po të tonë që ishin që luftunë. Shtarë të lejtë, në fësharë të natë. Shumë të këndë gjurë në të legjendë të thonë, nato e ka prukta. Unë nuk kam njëtin me tim, nuk e ndajt njëtin me tim se ta. Unë e më ndaj që falë se fshish lëmtare dhe në klirë. Falë se në visë histori në klirë. Dhe në mbëjë ku ka të qenë shama në shkrimi. Falë kjo për i neqës tonë, që i kom për i neqë, i dashë, që
jemi 17 të ndonë, të kemi 10 pikë të kemi kërkuar referendum, në një vendosje, në vendosë në vetë. Ka që. Unë ishëm e thonë, po që në Rambojje në kam bëhë të ma keqe, po kjo marrëveshje që bënë në vdetë ma të përgjatë. Natyrisht po, natyrisht dashë të panisht nuk ka. Që që falë që saj grupi punus, falë ushtrisë këndajtë Kosovës, që të të dhej indje i madhe kaderi. U që kjo e kam qenë 3 shkone ma të hartë të historisë këmëtare. Ka më ndërgjit me rastin Skënderbeu. Pse? Sepse është e vetë një herë që të me lësu vetë, edhe kemi na, si të vogël, si miqilë, si populli vogël, kemi sjellën në kombëtar më konkret. Farë tëre, që më shpandakja dhe me kuptu popullit që ka lirin që kemi, kishtë po pa këta. Nuk ta kishtë po kështë si dhe ratë, për jatë urna. Se ti meriton si populli lirë, i vjetë, që meriton një. Pa luftu vetë, pa kërku vetë, kush nuk ta bilbi. Po dhe kjo duket paradoksale që ka pëndodhë sot në politikë. Atëherë bashk e sot të ndarë, sepse jemi në demokraci, por situata që po kalojmë duken pak të pamenduara mirë. Shumë më tepër se tash egoizmi. Kjo na ka Edhe në koshare, kur ke luftuar, keni bërë shaka me komandantë ndryshëm që kanë pas prejardhe ndryshme, bindje ndryshme politike, por keni qenë bashk në atë kauzë. Sot kauza shteti, konsolidimi shtetit dhe marrëdhënie ndërkombëtare, flashër. Më në që përpore, po je rrunje me i bashkë. Po je lirë ma neglijant, e mërë si ma keqe, po të këshim ndërkombëtarët, edhe në Kosovë, ku të është qeshtja të uzër ndërshtëtorën të konë bashkë. Të nga këto kanë vishë komplet opozita. Për shumë kërën rosti anëskes. Ku duhet automatikisht më konë bashkë. Automatikisht je më dalë intervjisë, unë së kësha pritë por që ndër një i ka e du të më thonë nuk o konë aktorist. Por që kësha pritë, por një teme. Ore le i natët politikonës, por le kapitët i natët personale. Ku qenë puna, këtë ratë nuk o një. Kosova, mbi gjitha. Që kënë konflituar, të me mishë. Kosova mbi gjitha. Kër e vënën këta, i këshim pasë reflektim ndryshe, për fat keq, ose me ka kaplu parja, leku, ose korupcioni në ka josh. Se jemi pak të josh për karrike, ose karrike, emri, posti, si dushve e emri ti, që ka në ka josh, sepse s'ma kish marrë mendje që të vim këtë gjendje, nuk ma kish marrë mendje që t'jemi kaq verbë për shkak kapitave personale. Thash, ose korupcioni, ose leko, vlaqko, ose egoizm, ose karrika, ose emërtimi që ki pati lloj titullit që kush jam une. Shpresoj që të kthillemi, shpresoj që ta marrim seriozisht. A disa shpejt në rikërshitjet historia, a disa herë jemi kona për fjetë flokët, prej kohës ku u shpa pavarësi, që po kemi pas për fjetë flokët, kemi pas më shdu kretë si popull, në kam shtu. Se kemi bërë në rezistencë që ka nërë ndërkombëtar në kam shtu. Gjithmonë për fjetë flokët, edhe mujtë marrë pak që njëtin situatë. Por e lej kapitët personale, ole zgjidhje problemet. Po qenë puna nacionale. Mëti, si më thonë, për çështje politike, për shembull, taksave gjëra të tjera rregull, konstant bën opozitë, se e ka për detyrë. Kur vjen puna nacionale, ndaj Serbisë, ndaj Rusisë, ndaj Turqisë. Unë, si fashëm ndaj, to du më konë gjithë njëtë gjuhë. Bollizmi, ofendimet, të jesë serb, të Carl Bildi, ka qenë ish kryeministri sovjetist, pa thënë fjalë, që më ka dhënë përshtypje. Shqiptarët thotë interesant. Sot je hero, njerëz jetë ato. Shumë shpejt i ndojnë këto koncepte, ta. Do të mi ul të gjakat, nuk do të mi përdor këto firme. Sepse vetëm krisim narrativin e orrajtjes. Orrajtjes kush në mes vete, vëlla me vëlla, motë me motë. Madh është.
Të falenderoj shumë për kohën që gjetë të jesh sonte në këtë emision me mua. Reflektime që patëm mbi aktualitetin politik, observime që ndanë mbi këtë lëmsh politik të Kosovës, mbi një Kosovë që të nesërmen nuk dije se si pëqel me zgjedhje të jashtëzakonshme me gjas, apo me një situatë ku stabiliteti e parashikueshmëria politike janë krye objektive, jo zgjedhjet. Sikurse dhe për rrëfimin tuaj që ndatë, atë që arritëm të sjellim për betejën e Kosharës. Të falenderoj shumë, të gëzoni shëndet, atje ku jetoni bashkë me miq, me familjarë, me të gjithë. Faleminderit shumë. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.